Le ta di mirë Edi Rama, le ta dëgjoj mirë Ilir Meta, jo një, po 10 darka po të hanë bashk, buka e popullit do t'ju ngeli në fyt. Nuk ka pazar me zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, nuk ka pazar me vullnetin e lirë qytetarëve shqiptar. Kjo nuk është lëvizja e një partije politike, është lëvizje mbar popullore kombëtare. Ju them edhe politikanëve tjerë dhe ndonjë analisti që kërcejnë hu më hu, ta ndajnë mendjen. Kjo që ka nisur nuk ndalet. Shqipëria nuk do t'jetë kur më si dje dhe partje. Unë nuk jam thjesht drejtues politik. Unë jam ushtar i kësaj kauze deri në fitoren e saj bashkë me ju. Partia Demokratike nuk bët pjesë asnjë pazari. Lulzim Basha nuk bët pjesë asnjë pazari. Nuk ka kthim në parlament pa plotësuar kushtet që populli ka vënë politikës. Qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndeshme.